Kombëtarja shqiptare e futbollit ka mësuar dje emrat e atyre që do të jenë kundërshtarët më të mundshëm të saj në ligën C të Ligës së Kombeve, ku përfundoi pas edicionit të thjeshtë-shpëmbyrës. Ndeshjet e play-offit dekretuan që në këtë ligë do të jenë protagoniste në edicionin e ardhshëm skuadrat e Slovakisë, Islandës, Bullgarisë dhe Armenisë, ku duhet theksuar se islandezët u mposhtën nga Kosova, kësaj u shmang përplasja e mundshme me Dardanët, të cilët tashmë janë pjesë e Ligës B, një hap më lart se Shqipëria. Ndeshjet play-off që do të përcaktojnë dy emrat e fundit në vazhdon e 4 do të zhvillohen në marsin e vitit të ardhshëm. Fitoria në Ligën C në këtë turne të çon në play-offin për pjesëmarrje në Euro 2030. Vazu e parë: Shqipëri, Malizi, Kazakistan dhe Finland. Vazu e dytë: Slovaki, Island, Bullgari, Armeni. Vazu e tretë: Qipro, Bielorusi, Isujt Faroe, Estoni. Vazu e katërt: San Marino, Moldavi, Gibraltar ose Letoni, Maltë ose Luksemburg.